Një 30 vjeçar dyshohet se ka vrarë nënën e tij të mërkurën në fshatin Restelis të Dragashit. Drejtori i policisë për rajonin e Prizrenit, Fatan Alia, ka thënë se në shtëpinë ku ka ndodhur ngjarja nuk janë gjetur mjete të forta apo armë, por te viktima janë hasur lëndime trupore. Dyshimet janë si do të thotë me ndonjë konfrontim fizik, ka ardhur me dur të thata të lëndimet me pasojë të vdekjes. Vlen theksohet se kjo familje është 4 anëtarësh, por në momentin kritik kur ka ndodhur ngjarja apo incidenti, në familje kanë qenë vetëm viktima, nona edhe djali. Gjatë ditës, gjykata themelore në Prizren ka njoftuar se i dyshuari ka qenë 3 herë i dënuar me kusht, në 2 raste për veprën penale lëndimi lehtë trupor dhe në 1 për dhunë familje. E në 2 nga këto vendime, gjykata e kishte obliguar qendrën për shëndet mendor në Prizren që ta pranoj për trajtim tashmë të dyshuarin dhe të dërgoj raporte periodike në gjykatë. Për psikologun klinik Ilir Havolli, sistemi korrektues në Kosovë është i dizajnuar për siguri publike dhe jo për trajtim, rehabilitim dhe riintegrim. Edhe pas vuajtjes së dënimit, Havolli konsideron se hallka të rëndësishme janë të shkëputura, duke e lënë individin pa vazhdimsi trajtimi dhe pa mbështetje pas lirimit. Pas lirimit apo transferimit, shpesh trajtimi ndërpritet pa ndonjë mekanizëm të qartë të mbështetjes komunitare. Pastaj kemi koordinimin institucional ku shërbimi shëndetësor, shërbimi korrektues, shërbimi social dhe familja shpesh funksionojnë si të ndara, pa shkëmbim efektiv të informacionit dhe kemi pastaj edhe mungesën e kapaciteteve dhe resurseve profesionale. Prokuroria themelore në Prizren ka marrë vendim për ndalim prej 48 orëve për të dyshuarin me inicialet FB.